Dhe shqiptarët kanë mundësi të lozin një rol jashtëzakonisht të fuqishëm të ky pikpamje. Siç është ky modul ushtarak, ne mund të krijojmë një modul politik ushtarak për përfshirjen e Kosovës dhe për ta futur atë në rrugën e anëtarësimit NATO. Dhe më fal se nuk thash, një nga gjërat më të mira të Forumit të Sigurisë ishte kërkesa e kongresmenit Self për anëtarësimin e Kosovës në NATO, që ishte si mision i tij i cili u mirëprit nga të gjithë përfaqësuesit e detyrisë. Dhe kjo ishte një gjë jashtëzakonisht pozitive, por ta vazhdoj logjikën. Për fatin e keq, në vend të ndërtimit e një dimensioni NATO në rajonin e Ballkanit, nëpërmjet nismës për Ballkanin e hapur, ne krijuam një dimension tjetër të raporteve me Beogradin. Në një kohë që Beogradi, Kina dhe Rusia janë kërcënimet e sigurisë në rajonin e Ballkanit. Dhe kjo ishte vetëm e vetëm për të rritur, do të thënë, autoritetin e individëve që drejtohen, siç ishte Rama në rast konkret, apo Vučićit, që vjen në dëm të interesave shqiptare. Dhe po ta shikosh nga pikpamja e zhvillimeve, jep më tepër hapësirë, do të thënë, penetrimit të Rusisë dhe të Kinës në rajonin tonë të Ballkanit, cilët janë kundërshtar të interesave të Shqipërisë. Prandaj them që politikisht duhet ndërtuar një herë para një mirëkuptim për sa i përket kërcënimeve të sigurisë, dhe në mënyrë të përbashkët veprojmë pastaj edhe në ngritjen e niveleve operacionale ushtarake. Dhe thash, mënyra më e mirë është nëpërmjet investimeve të përbashkëta, prokurime dhe smart defense, duke ftuar industrinë ushtarake amerikane dhe europiane. Për të kaluar tek pika juaj e tretë. Shiko, tregu i industrisë ushtarake është një treg shumë kompetitiv dhe industria ushtarake nuk zhvillohet se ke dëshirë apo s'ke dëshirë. Çështja është se sa forcë ke ti për të hyrë në treg. Zoti Rama ka premtuar dron shqiptar për asamblenë e radhës të NATO-s që do zhvillohet Tiranë 2027. Po ju marr vetëm një dhënë. Industria e dronëve në Ukrainë ka kaluar shumë herë më tepër se industrinë ushtarake të dronëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo të Europës. Janë on real time, do në mënyra se si ndërtojnë dhe si zhvillojnë. Pra nuk është një treg pa kompeticion. Nëse ti do ndërtosh industri ushtarake që ti shërbej vetëm forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, është një gjë kaq minimale se nuk ka asnjë, do të thënë, koncept ekonomisë tregut që mund t'i rezistojë. Nëse ti ndërton industri ushtarake e cila gjen hapësira në tregun, qoftë ballkanik, qoftë në tregun evropian, në fushën e industrisë ushtarake, atëherë po është e vlefshme. Nuk është se ne s'kemi pas industri ushtarake. Shteti ka të pamundur, është i pafuqishëm për ta menaxhuar. Dhe nëse burimet e mbrojtjes do shkojnë në investime të tilla, të cilët përpiqen të krijojnë strukturat industrisë ushtarake, duke mos investuar në kapacitete operacionale, për të garantuar atë që është e nevojshme, do të thënë që forcat armatosura të kenë atë aftësi që duhet, do të për sa i përket misionet që kanë për garantimin e suverenitetit kombëtar, edhe si forca ndërvepruese të NATO-s dhe në rajone më gjerë, mendoj që do të thënë shkojmë në drejtimet që nuk duhet. Megjithatë, ky është një vlerësim pak i sipërfaqshëm, shpresoj që të kemi diskutim më të gjerë rreth kësaj çështje. Rivitalizimi i industrisë ushtarake, unë nuk di që të ketë në një vend tjetër në rajonin e Ballkanit, që ta bëj, sepse do burime të jashtëzakonshme financiare. Pastaj, mënyra se si ndërfuten partneritetet, kjo është pastaj duhet të ketë patjetër një proces shumë transparent. Ka një mekanizëm i cili është kërkuar edhe në konferencën e sigurisë, që quhet investment screening, që garanton që çdo investitor që vjen nuk ka interesa të cilat vinë ndesh interesat tona të sigurisë kombëtare, dhe vendet të cilat nuk kanë ndesh interesat tona të sigurisë kombëtare janë pikërisht vendet anëtare të NATO-s. Ne duhet të jemi shumë të vëmendshëm nëse bashkëpunimi krijohet jashtë sferës së marrëdhënieve me NATO. Ne zoti Mediu kemi një këshill kombëtar të sigurisë i cili drejtohet nga presidenti i Republikës. A duhet ky këshill i sigurisë të prononcohet në raste të tilla dhe të ketë një lloj filtri në lidhje me atë që ju sapo thatë? Kam kohë që e them që ne nuk kemi këshill të sigurisë kombëtare. Ne kemi të shkruar në kushtetutë që kemi këshill të sigurisë kombëtare dhe për ligjin e forcave të armatosura kemi këshill të sigurisë kombëtare. Nuk e kemi. Është jo efektiv, sepse jemi vetëm i vend antar i NATO-s që nuk bëjmë një analizë të gjithë informacionet të inteligjencës apo institucionet që merren me çështje sigurisë se kush janë kërcënimet dhe problemet dhe qëndrimet që duhet marrim. Politika jonë e sigurisë është bërë një pazar individual, një qëndrim individuale për të përfituar në mënyrë individuale, jo duke parë atë në aspektin e sigurisë Shqipërisë dhe në aspektin e sigurisë dhe interesave të shqiptarëve në rajonin e Ballkanit. Më thoni kur është mbledhur një herë Këshilli i Sigurisë Kombëtare që ke diskutuar për një qendrim që mbahet në një samit NATO. Po ndoshta për të bërë pak rolin e oponentit është se disa mendojnë që Shqipëria nuk është realisht e rrezikuar nga fuqitë e huaja malinje apo nga ndikimet e huaja keqdashse. Referohem këtu me përjashtim të rastit të Iranit, i cili natyrisht kreu një sulm kibernetik ndaj institucioneve tona. Nuk kemi pasur një rast tjetër të sulmeve hibride, të themi, sikundër mund të ketë vepruar Federata Ruse në disa vende të tjera apo investime të mëdha kineze, të themi, apo hua, siç ka qenë rasti Malizzi, apo raste të tjera Sri Lanka e tjerë, cilë ka qenë shkëmbuse. Për kësaj, domethënë, e para një ne jemi akoma antar të 17+1, që është 14+1. Ka mundësi të më thoni pse jemi antar të saj?
Do në është një marrëdhënie çikësh e fjetur, por në raportet kur ndryshon gjeopolitika mund të rindizet. Dhe Shqipëria si një vend antar i NATO-s duhet të kuptojë që kjo marrëdhënie është në dëm të interesave të shqiptarëve. Dhe prandaj thash që duhet ta shikojmë realitetin ashtu siç është. Ju thoni që nuk ka, po ju them që Shqipëria ka qenë nga vendet më problematike. Ne kemi pasur flamurin e Kinës në aeroportin ton kryesor, apo jo, që është infrastrukturë kritike. E kemi pasur në industrinë mobile, që është po ashtu infrastrukturë kritike. E kemi në energji, në fushat e naftës dhe të gazit, që është infrastrukturë kritike. Pra, ja nuk është siguria vetëm çështje ushtarake, është çështje dhe ekonomie, dhe çështje infrastrukturore, dhe çështje teknologjie. Dhe duhet ka pas sinjalizim dhe presion nga aleatët tanë strategjik në lidhje me këto. Besoj që po, dhe disa ndryshime janë bërë. Mua më kujtohet një debat që kam bërë me zotin Rama do në kuvend, do kur i thash që nuk mundet që Shqipëria 3 sektor kryesor do të thënë të ketë nën kontrollin e Kinës. Dhe më kthye që kjo është idiotësi sepse ne jemi ekonomi tregu, jemi të hapur. Po, por ka një thënie të ish sekretarit përgjithshëm të NATO-s që përfitime afatshkurtra ekonomike ne nuk mund të shesim sovranitetin dhe sigurinë tonë kombëtare. Dhe prandaj dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Europa kanë miratuar një ligj i cili është strikt për sa i përket investimeve tuaja, sidomos në aspektet infrastrukturës kritike dhe të sigurisë. Dhe po ju them, ju thoni që jemi të imunizuar dhe shumë njerëz e kanë këtë bindje që jemi të imunizuar nga influenca e këtyre aktorëve keqdashës. Jo, nuk është kështu. Po ta shikosh gjithë sistemi i survejimit në infrastrukturë kritike dhe institucione shtetërore është një sistem kinez. Sipas ligjit të Kinës, do të thonë çdo kompani që investon është e detyruar të dhënat i japi shërbime inteligjente kinez. Dhe këtu kemi cënuar dhe privatësinë, kemi cënuar dhe element tjerë të rëndësishëm, po ta shikosh çka ka ndodhur te Akshi, është një katastrofë që kërkon një analizë të gjitha. Por kjo që flasim unë edhe ju është një gjë spontane. Unë mund të kem gabim, ju mund të keni drejt. Atëherë kush është institucioni që diskuton këtë? Është Këshilli i Sigurisë Kombëtare, i cili merr burimet e inteligjencës tonë ushtarake apo edhe të shtetit, merr të shërbime inteligjente vetëve të tjera, merr informacionet e institucioneve të rëndësishme që merren me çështjet e sigurisë dhe përcakton një politikë. Nëse Nations Defense Authorization Act, do një miratuar në Kongres dhe nga presidenti Trump, thotë që Ballkani ka rrezik nga aktor keqdashës siç është Rusia dhe Kina, atëherë më njëherë duhet bësh një analizë se ku je ti në raport me këtë çështje. Dhe nëse ka dhe proxy government siç është Serbia, atëherë kush janë marrëdhëniet tua me këtë shtet?